44 vjeçari është i divorcuar, të paktën kështu na ka thënë Eva, ai ka qenë i martuar me një grua të shtecisë gjermane, ka një djalë që është më i rritur se sa vajza me cilën është martuar tani. Ata tash jetojnë në një vend tjetër. Megjithatë, gjyshja është e çuditshme, një deklaratë e gjyshës saj, e cila thotë që ne nuk kemi pasur asnjë njohuri, ajo ka ikur nga shtëpia, për shkak se ditën kur ajo ka shku me bashkëtu me OPX, 44 vjeçarin, sipas gjyshës së saj ka qenë dita kur edhe babai i saj është martuar. 17 vjeçarja e ka humbur nënën në gusht të vitit kaluar dhe atë ditë sipas gjyshës ai e ka sjell një grua tjetër në shtëpi, edhe pse thotë kjo nuk është arsyeja për shkak se gjitha ajo që kemi prezantuar deri më tani dhe çdo detaj që po shkon duke u zbuluar, po duket sikur të jetë ndonjë film, ndonjë skenar dhe jo diçka reale, ose si diçka që kemi lexuar nëpër prralla kur kemi qenë fëmijë, se si babai martohet, pastaj nuk e do fëmijën, pastaj fëmia shkojnë, bëjnë diçka tjetër, ikin dhe thjesht humb përgjegjësia për si prind për të kujdesur për një vajzë 17 vjeçar.